Prej 9 ditësh ka nisur lojrat verore në qendrën Don Bosco të Shkodrës, një organizim I përvitshëm me karakter edukativ ku marrin pjesë qindra fëmijë. Synimi kryesor është ai primar, është ai edukativ, domethënë që është ideja që me zënë në mënyrë edukative kohën e lirë të fëmijëve. Pikërisht kanë filluar momenti që ka marrë shkolla, e zgjat për 1 muaj domethënë, që me që fëmijët nga rruga, që me pas mundësi që të kalojnë kohën e lirë, pushimet e tyre në një ambient ku marrin disa ide, bashkëndajnë eksperiencën e tyre në mënyrë pozitive. Një numër I konsiderueshëm animatorësh kujdesen gjithashtu për mbarvajtjen e lojrave, menaxhimin e kohës dhe aspektin edukativ. Aktivitetet me fëmijët kanë në qendër frymën e skuadrës dhe bashkëpunimin për të arritur rezultate në lojrat e planifikuara. Tash një aktivitet mallshtor që zhvillohet këtu, janë rreth 850 fëmijë ose nështë mund këtë arrit numri tek 900 fëmijë, janë edhe 200 animator, që të kujdesen për këta fëmijë. Lojnat është një temë që zhvillohet, merret një film animum, filmi më I përzgjedhur I vitit, edhe në bazë të atij filmi domethënë zhvillohet gjitha lojnat verore. Në fakt, qendrat saleziane, oratoret, shkollat dhe ambientet e tjera të edukimit janë të shtrira në një rrjet të gjerë në shumë vende të botës, përveç aspektit kryesor që është ai edukativ dhe që funksionon gjatë gjithë vitit, periudha rreth 1 mujore e lojrave verore arrin kulmin e organizimeve. Këtë vit pritet të zgjasin deri më 8 korrik, ku në fund grupi fitues vlerësohet me një kupë simbolike. Aktivitetet të tilla zhvillohen prej vitesh pas mbylljes së shkollave në stinën e nxehtë. Lojrat verore vinë si një ndërthurje e aktiviteteve kulturore, edukative dhe sportive, për zhvillimin dhe përfshirjen sociale të fëmijëve e të rinjve.